Mendoni se vetëm vajzat e mëdha mund të bëhen modele? Jo. Duhet i shikoni edhe këto voglushe se çfarë na tregojnë, sepse modelingu nuk është vetëm reklamim i rrobave, por ajo ndikon në ecje, në ekuilibër, në përqendrim dhe fokus. Andaj, vizita e sotme është tek Studio B në Prishtinë, një vend ku përveç modelingut kemi edhe grupin e vajzave të baletit. Ne do t'i shohim si ecin këto modele dhe si ushtrojnë balet. Ti ndjekim së bashku. Vazhdojmë me grupin e dytë të vajzave më të mëdha, dhe si duket disa nga këto do e vazhdojnë edhe më tutje modelingun, por mund ta kenë vetëm si hobi. Të dashur miq, më herët e pat sfilata të bukura të modës dhe këtu jam në mesin e modeleve më të reja që janë, disa janë nga Prishtina dhe disa janë nga Ferizaj. Më trego se ki emrin? Emri em është Enea Bucalio. Enea, ti vjen prej Ferizajt, apo? Po. Më trego, sa po të pëlqen modelimi? Më pëlqen shumë, është një hobi, por edhe kur të rritem dua të bëj modele. Po. Ki prova vazhdimisht në këtë kurs? Po. Të duket e vështirë modelimi? Jo, nuk është e vështirë. Por në fillim të duket e vështirë, por kur e mësosh është shumë e lehtë. Çfarë mesazhi i bukur, do të thonë, ti dush me pas prova vazhdimisht për me mësu këtë punë. Trego se ki emrin? Jasmin Hoxhaj. Jasmin, ti je nga? Prishtina. Po. Sa pëlqen modelimi? Më pëlqen shumë modelimi, është një nga hobit e mi dhe më jep shumë vetbesim. Sa e bukur. Hajde dua të ndalem pak të vetbesimi. Çka nënkupton me ata? Thjesht gjithmonë kur them është më jep shumë vetbesim, unë jam e fortë, unë jam e bukur edhe shpresoj që krejt vajzat këtu e kanë qitë lloj ndjenje. Sa e bukur. Vetbesimi është gjëja qendrore që duhet, unë thash si grua, po edhe ju si vajza me e pa, sepse ne të gjitha dim, duam, por edhe ja dalim. Trego si ki emrin? Era Zemi. Era? Që sa kohë në këtë grup? Lashtash 6-7 vjet. Po, sa po të pëlqen? Shumë, vëllai edhe kur jam kolevu që dorë edhe kur të rrita kam qef. Me u bë modele, apo? Po. E kështu si profesion, mendon me pas modelimin, apo çka ki qef në të ardhmen kur të rritesh me e bo? Modeling. Modeling, pra. Dhe këtu ka ne kam? Suela Buliqe. Suela, ti je nga? Prishtina. Sa të pëlqen këtu modelimi? Mu modelingi më pëlqen shumë edhe shpresoj që edhe kur të rritem ka me konë modele. Por me profesion çka do të bësh? Me profesion më pëlqen police. Sa e bukur, do me thonë, këtu e kemi një policë të radhës, a dua t'ju japim duar trokitje? Po, pra, sepse ne kemi nevojë për gra polica, është ashtu? Po. A ki diken tjetër familje polica, apo do t'jesh e para ti? Jo, nuk e kam familje, po i kam disa ushtar. Familja? Po. Dhe këtu afër me kam dy motra të dashur miq, të cilat na vinë nga Gjermania, por që tash sa ku jetojnë në Prishtina, po? Prishtina po Ferizaj? Ferizaj. Trego se ki emrin? Ardiana Shehu. Jana Shehu. Që sa ku jeni kthy prej Gjermanisë? I kena pas në shtëpinë 9 vjet, edhe tash jena kthy për 4 vjet. Sa po ju pëlqen Ferizaj, sa po ju pëlqen Kosova? Shumë mirë. Apo? A keni shumë shoqe këtu? Po. Cilat janë shoqet tua më të ngushta? Shoqja jeme më në ngushtë është Rea, Mirhana, Lorena Sloni edhe Lorena Berisha. Më tregoni, është e vështirë të qenit modele? Jo. Jo shumë? Jo shumë. E kur të rritesh çka do me u bë? Si di halo. Po pra, kemi kohën dhe mande fillon shkolla e mesme, por në cilën shkollë jeni, në cilën klasë? Unë jam në Tepik Qartë, në klasa e 6. Ti?
Unë e tek fikshon klasën e 4. Do mund një ende me mësuse, apo? A duam ta përshëndesim mësuesën edhe shokët e klasës? Dhe këtu afër kam një vajzë, të më trego si e ke emrin. Unë quhem Ira Salihe. Ira, të pëlqen modelingu? Shumë. Por a mendon që në të ardhmen do të bëhet kjo profesioni yti apo do ta kesh vetëm si hobi? Unë mendoj që do të bëjmë kjo profesionimi, duhet të bëjmë si Fatbordha Hoxha. Ajo është modele, a? Po, se nuk pe di. Kështu, çfarë kjo shoqja jote më herët ta më jep vetbesim modelingu, është ashtu? Unë mendoj që është. Atëherë të dashur miq, pak sa bisede të këndshme, ti ndjekim tani disa pika të baletit nga grupi më i vogël i vajzave. Baleti është një formë arti dhe shfaqje e shprehjes trupore dhe ka origjinë qysh në shekullin e 15. Është kombinim i lëvizjeve të kontrolluara të trupit, ritmit dhe muzikës. Në balet kërkohet përdorimi i pozave dhe lëvizjeve të veçanta në koordinim me koreografinë. Dhe gjithashtu, baleti përfshin një dimension emocional dhe shpirtëror që e bën këtë formë arti të thellë dhe ndikues. Afër meja me disa balerina të bukura, disa balerina që kanë dhe kostumet e bukura. Këtë e kam Lunën. Luna, si je? Mirë. Tregom sa po të pëlqen baleti. Shumë. Sa shumë, tregom me dur sa shumë. Që kaq, apo sa krejt bota? Këtë bota. Krejt bota. Tregom sa vjet i ki? Ti. 3 vjet i ki, ja, të dashur miq, e kemi balerinën më të vogël në këtë grup. Më tregon se ke emrin ti? Nea. Nea, sa po të pëlqen baleti? Shumë. Që sa ko vjen ti këtu në balet? Sa muaj? Ashtot. Po, e kur tritesh, a mendon që kemi u bo një balerin? Unë kur të rritna, unë komo bo në kur të rritna një mësuse. O, sa bukur, ne gjithmonë kemi nevojë për mësuse. Dhe afër me kam një balerin tjetër, ja. Si ki emrin? Ira. Si? Ira. Hira, trego sa vjet i ki? 4 vjet. Hira i ka 4 vjet. Ja, shi që a mund të shë dhe më këthy kështu mbrapa me ta pa dhe kokën sa bukur ti ka lidh mami flokët, apo a mami ka regullu kështu? Po. Po. Dhe më trego si e ki emrin ti? Bura. Bura, sa shpesh vjen ti këtu në balet? A vjen shpesh a pak? Gjithë. Gjithë vjen Bora në balet. Sa vjet i ki? 5. 5 vjet, po. E ti si e ki emrin? Altea. Altea, e çfarë kostumi është që e ki të veshur në trup? Fustan. Fustan? A mund është më ngrit me të pana çfarë fustani, po më duket një farë bunde shumë interesant. Kujdes, po. A, të dashur miq, kjo është një bund mbretërore, do të thoja. 1, 2, zgjat. 1, 2, Bajlona. Ja, grand tjema, bëjmë shko dhe Bravo, pozicioni i 2. Bajlonën, lije. Bravo. Lije. Grand lije. Deri poshtë. Qëndra lartë. Qëndra lartë. Qëndra marë flymë, qëndra lartë.
shumë, janë shumë mirë që keni orë sot, me pa që shkon një orë e baletit edhe një orë e modelingut me balerinat të moshës të vogla. Më trego, sa shfaqen interesin vajzat marë, sidomos në balet? Për prind kanë kogja shumë interesim, për shkak që kanë qef me i pa fëmijët e tyne, me një trupin me pa sa ma drejt, modelingu edhe baleti ja u jep këta. Vajzat shprehën interesim të madh, ishin të buzëqeshura. Na mundohemi me pas orën sa ma shumë atraktive, me pas edhe ushtrime, po edhe me pas sa ma shumë lojna që me kanë fëmijët sa ma shumë këto të gëzuar kur të vinë balet. Më trego kështu në fund vit, a përgatitin ndonjë pikë të baletit që me shfaq para prindërve? Po gjithësysh, na kemi pikat ndryshme, që mundohemi me ja u tregu prindve që gjatë këtyne mujve, gjatë këtyne ushtrimeve që i bojna, me i pa bile pak fëmijët në për skenë që shkojnë. 1, 2, 3! Përshëndetje, mirë se vini sërish në kuzhinën tonë. Unë jam Aniksi. Dhe unë jam Dua. Sot për mëngjes kemi me marru palacinka. Para se me fillu të palacinka, do të i tregojmë përbërësit. Kjo është aromë vanilje, pluhur për pjekje, ve, sheqer, krip, pakës qëmësh, pakës vaj dhe miell. Palacinkat janë shumë të mira për mëngjes. Fillojmë! Unë përshkoj për t'i bëj detyrat, apo vazhdon ti me kuzhinën? Okej.
pra, brumi është gati dhe erdhi me mua t'i përgatisim palacinkat. Tash fillojmë dhe i fushim palacinkat për pjekje. Mëngjes, shumë ishe shumë faleminderit. Bëf mirë, s'ka përsa.